Në mbledhjen e Komisionit për Europën dhe Punët e Jashtme është diskutuar lidhur me disa ndryshime në Kodin Penal. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, gjatë fjalës së tij, tha se ndryshimet e propozuara nga mazhoranca synojnë dekriminalizimin e shpifjes për gazetarët profesionistë, por jo për ata që ai cilësoi si profesionistët e shpifjes. Sa i përket gazetarëve, varianti që ka ardhur e ka dekriminalizuar plotësisht, por këtu pastaj duhet ndajmë çfarë janë gazetarët, kush janë gazetarët. Tani, po vure një beç të vetë shpallë gazetar, në asnjë vend të Europës nuk je gazetar. Dhe është shtuar paragrafi dhe ju lutem më ndiqni fjalë për fjalë në atë që ka bërë në një zgjidhje tepër të mirë qeveria, edhe kjo që do lexoj unë është konfirmuar 100% nga Komisioni Evropian. Një gazetar i punësuar ose i vetë punësuar, i regjistruar dhe i njohur si tillë në përputhje me legjislacionin fuqi, pavarësisht shtetësia apo vendi ku ushtrohet aktiviteti, nuk mban përgjegjësi penale për veprën e shpifjes. Sipas këtij neni, për përhapjen me mirëbesim të dhënave, thënieve të çdo informacioni tjetër përmes shtypit, mediave audiovizive, medias elektronike ose platformave të tjera të komunikimit publik, kur 1. Qëllimi kryesor është informimi i publikut mbi çështje me interes përgjithshëm. 2. Në momentin e publikimit, ai nuk ka dhe në rrethana konkrete në mënyrë të arsyeshme, nuk kishte dieni se të dhënat apo informacionet faktike janë të rreme dhe ka bërë përpjekje të arsyeshme për të verifikuar saktësinë e tyre dhe pasi të jetë informuar nga personi i tretë. Pra, personi i prekur ose nga autoritetet kompetente se të dhënat apo informacionet faktike janë haptazi të rreme ose qartazi të pasakta, ai vepron pa vonesë për të bërë një përgjigjëstrim ose sqarim ose për të hequr ato për ta aktivizuar aksesin në to. Por qëllimet e këtij neni, përhapja me mirëbesim do të thotë përhapje që plotëson kushtet e përcaktuara në paragrafin e 3 të këtij dhe kryhet në përputhje me rregullat etike profesionale të gazetarisë, mbi baza faktike të arsyeshme. Vlerësimet, opinionet, komentet, kritikat ose interpretimet dhe kur janë therrse të egzageruar se fyse nuk konsiderohen shpifje në kuptim të këtij neni përveç nëse përmbajnë shprehimisht ose të nënkuptuara pretendime, fakte të dhëna apo informacione objektivisht rreme. Balla u ndal edhe te rasti i tij personal lidhur me lajmin fake news që ju bë motrës së tij Alba Balla, lidhur me operacionin e SPAK në call center. Balla tha se edhe pse mediat ishin në dieni që lajmi ishte i rrem, sërish nuk e hoqën apo ta përgënjeshtronin atë. Figurës së veprës penale duhet të garantoj sot çdo gazetar që funksionon si i tillë në Republikën e Shqipërisë që në këtë koncept nuk ka më vepër penale për shpifje për gazetarin, kur gazetari është realisht gazetar. Jo kur gazetari e vetë shpall veten gazetar, vej një beç këtu edhe thotë unë jam gazetar. Kam pasur një rast personal. U bë një lajm, u bën gjitha njoftimet e gjitha institucioneve përkatëse, rezultoi që lajmi ishte i rrem dhe përgjigjja e mediave në atë një komunikim institucional me email, ju lutem, e keni verifikuar, po jemi të sigurt që lajmi është i rrem, por ne nuk e heqim dot lajmin e rrem se kemi marrë shumë klikime. Balla foli edhe për fyrjen ku tha se asnjë vend në Europë nuk e ka hequr nga Kodi Penal. Unë nen të fyrjes nga Kodi Penal nuk heq. Për mua fyrja është një vepër penale, për fat mirë, edhe pse unë do doja të ishte më ashpër, në Republikën e Shqipërisë fyrja nuk dënohet me burg, por me gjop. Ta lëm këtë pjesën sepse për fyrjen nuk gjej unë asnjë vend evropian që të mos ta ketë në Kod Penal, ju më thoni ta heq. Ai shtoi mëtej se këto ndryshime të propozuara nga qeveria kanë si synim mbrojtjen e publikut si dhe garantimin e standardeve europiane në fushën e informimit.